Zonja Josefina Topalli ka kërkuar fjalën për shëndurë. Zonja Topalli. Në floktore. Zoti Kryetar, votimi i ministrave të ri në një kaos total parlamentar është ftyra e një pushteti që po shkërmoqet. Ndrimi kaq shpejt i ministrave pa kaluar as 5 muaj dhe biles pa ja mësu emrin publiku është shprehje e një pushteti që po shembet. Por e vërteta është, këtyre mund t'i duket vetja se janë ministra, por ministrat e vërtet nuk janë parlament. Ministrat e vërtet janë ato kapot e grupeve të fortëve që nuk dalin kur në kamera. E dyta, ndryshimi i rregullores, pa kaluar 5 muaj në mënyrë të njëanshme, është gjëja më pabesueshme, por edhe kjo është shprehje paniku të një pushteti që po rrëshet. Shkurtimi i kohës së deputetëve të opozicës dhe zgjatja dënimit të këtyre deputetëve ndodh vetëm në vendet që rrëshasin në diktatura. Ndaj dhe shqiptarët janë të vetëdijshëm se në çfarë momentit po jetojmë ne. Por ne harrojmë edhe një moment tjetër, që pushtetet që rrëshasin në bashkëpunim me krimin dhe me narkosit, mendojnë se mund të përfitojnë nga momente kur zhvillohen luftra. Dhe biles ndoshta edhe i pëlqen. Por, ndërkohë që ne këto zhvillojmë seancë plenare në kaos total dhe me ministra që kanë ikë pa u votuar mirë dhe që s'ja din asnjëri as emrit, për shembull në parlamentin italian thrasin ministrin e jashtëm dhe i kërkojnë të dinë se çfarë bën një shtet për të mbrojtur qytetarët e tij në ato zona që po bombardohen nga vendet që nuk mbrojnë asnjë vlerë dhe që janë një rrezik për gjithë botën. Çfarë bën ky që ju quhni shtet për të mbrojtur qytetarë që ndodhen në ato vendet e lindjes mesme? A ka pyet kush? A ka pyet kush në një nga Ministria e Jashtme apo Ministria e Mbrojtjes, po ju dhe i hiqni, ju nuk dini se kur vinë dhe kur ikën. Dhe një e fundit, në 3 dekada nuk ka ndodhur kur që kur ndrohen këto që quhen ministra, kryeministrit mos jetë. Nuk e di se sa fuqi keni ju për t'i thënë se kjo është një përbuzje ndaj parlamentarizmit, ndaj majorancës, ndaj qeverisë, por kjo shkel mbi çdo gjë, zoti kryetari i parlamentit. Ndoshta nganjëherë është më mirë që njeriu edhe të lëshojë ta përfundoj vlerën.